Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrëma kudo që na ndiqni. Gazi i lëngshëm amerikan, një prej projekteve më strategjike i rjetëzimit të këtij investimi gjigant amerikan, u pranua nga të gjitha shtetet në rajon. Kosova i tha Shtetet e Bashkuara, përkatësisht Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli, se Kosova i jep prioritet gasifikimit nëpërmjet çmyrit që ka Kosova. Kjo jo e Kosovës aktualisht kundrejt një investimi gjigant thelbësisht i rëndësishëm në pikpamje gjeoekonomike, gjeostrategjike për gjithë rajonin, rrjedhimisht edhe për kontinentin evropian, po shihet si mjaft e gabuar nga kritikët edhe ambientaliste që dikur ishin nxëshëm edhe ndaj ndërtimit të kapaciteteve të reja energjetike, si në Kosovën C në kohën e zotit Ramush Haradinaj, si në Kosovën e re në kohën e zotit Thaçi, dhe tash Kosova ndodhet me gati zero kapacitete të reja të prodhimit të energjisë elektrike, varur tërësisht nga importet, siç kemi parë shifrat e çmendura, qindra miliona energji të importuara në gjithë këto vite, dhe kritikët thonë se askush nuk po e merr përgjegjësinë për t'i mbajtur përgjegjës njerëz që aktualisht përkatësisht qeverinë e zotit Kurti edhe në detyrë që po e qeverisë Kosovën. Një temë tjetër ka të bëjë me ambientin. Nëse kritikat racionale të komunitetit ambientalistëve e kujdo tjetër politik kanë qenë se me ndërtimin e kapacitetet të reja të prodhimit të energjisë nëpërmjet çmyrit, Kosova kërcënohet nga një ndotje masovike. Atëherë, pyetja legjitime është sot, në 6 vite të qeverisë Kurti, cilat janë shifrat, çka flasin indekset për ndotjen e Kosovës? Është Kosova më pak sot e ndotur nga tymtarët e obiligjit apo më shumë? Meqense mjedisi dhe ndotja e tij burim të ndotjes ka njërin nga këto, siç e themi, në termocentralet e Kosovës A dhe B, se ka edhe faktorë tjerë natyrisht. Kam ftuar për diskutuar mbi ambientin dhe ndotjen, të lashet e thella të shtresizume që ka Kosova. Njërin prej njerëzve që si ta prezantoi një miliard është letër njoftim komplementar me ambientin është Luan Hasani nga organizata Let's Do It Kosova. Hasani, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Merci. Kosova e madhe edhe gjithë rajoni Evropa po diskuton mbi një projekt mjaft strategjik të gazit lëngshëm amerikan që gjithë rajonin, rrjedhimisht edhe kontinentin, të mos e bëjt të varur nga gazi rus e burime tjera të ripërtrishme të energjisë kineze. Ju se keni pa gjithë, si ambientalist po them, gjithë këtë projekt, edhe pse në duke nuk ka thelbësisht zbërthim të tij e tjera. Nuk është krejt e qartë, por secila qeveri në rajon, përfshirë edhe Republikën Serbe të Bosnjës, si ka thënë po këtij gazi, edhe pse nuk ishte e varur nga gazi amerikan, por nga i rus. Po, sigurisht që më shumë se sa projekt energjetik është projekt strategjik. Po. Pra, na kemi interesa jashtëzakonisht strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rrjedhimisht secili projekt që vjen prej anës tyre, ne do duhet ta pranonim. Deshtem apo nuk deshtem. Shikuar nga kjo pikpamje dhe personalisht interesave të mëdha të Kosovës. Kështu është, absolutisht që Kosova duhet ta pranojë atë projekt, jo pse edhe ajo është miqësor shumë me mjedisin, sigurisht që është më miqësor se sa termocentralet, por nuk është zgjidhja ndoshta më e qëndrueshme dhe më e rëndësishme për shëndetin publik. Megjithatë, po ritheksoj që është projekt strategjik i çdo vendi, e në këtë rast më shumë ti konsideroj i Kosovës, për shumë arsye, andaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që ta shtojmë presionin publik tek institucionet tona që ta pranojnë këtë projekt pavarësisht kostove informatave tjera, duke qenë që rajoni po rrezikohet jashtëzakonisht shumë edhe mirëqenia dhe ekonomia prej varësisë të importit të energjisë elektrike. Pra, petat edhe ju, ne jemi dëshmitar që viteve të fundit sa është rrit çmimi i energjisë elektrike, sa kush
kush ka ndikim, që jashtëzakonisht edhe kjo e rëndësishme në këtë proces, andaj ne nuk e kemi asnjë arsye që t'i themi jo bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas qeverisë, në detyrë, Ministrës së Ekonomisë, ajo thuhet i ke dërguar një letër Shteteve të Bashkuara ku e njofton atë se Kosova ka prioritet gasifikimin e energjisë nëpërmjet thëngjillit që ka Kosova. Analiza nuk ka ende, nuk është bërë fizibilitet i gjithë atij investimi, prodhimit të energjisë të gazit nëpërmjet çmyrit, por kush ka analiza kush ndot ambientin më shumë, kush që ta zëmë edhe në një situatë kur si kem SBA. Po, sigurisht që thëngjilli pra është një prej ndotsve pothuajse kryesor sidomos i ajrit, ka raporte të cilat janë të publikuar dhe publikohen çdo ditë për ndikimin shumë të dëmshëm që e ka në mjedis dhe secila veprimtari e cila e ka thëngjillin si lëndë djegëse nën kupton që ka ndotje. Do thotë, shtoja kësaj që Kosova, termocentralet aktuale vazhdojnë të jenë me një standard, po janë të viteve 60-70 dhe investimet në to, sidomos në elektrofiltra dhe elemente tjera të cilat kishin sadopak me ul emitimin e gazrave që bëhet prej anës tyre janë pothuajse zero dhe nuk mendoj që ka diçka e cila kish mendohet më shumë se sa termocentralet aktuale. Luan kemi pa pamje të rënditse, shokuese për ambientin. Prishtina nga tymtarët e Obiliqit. Në shumë raste Prishtina dhe rajoni i saj janë pothuajse të pajetueshme në bazë të kritereve të përcaktuara prej institucioneve ndërkombëtare. Pra, atë çka ndodhje sa ne shohim Prishtinën në krye të listës botërore sa i përket ndodhjes saj. Kështu që indekseve secili projekt i cili kish me ardh aq më pak projektin për cilin po flasim, do të kishte më pak ndotje, më pak rrezikim të shëndetit publik, po në anën tjetër po rritet kësaj prapë periudhë teksa është qeverinë ta mbajë këtë. Absolutisht, po është shumë kur e kemi një thirrje sistematike të Shtetit Bashkuara të aleatit tonë kryesor të bëni pjesë e rrjetit të gazit amerikan në rajon. Nuk duhet ne me asnjë çmim të rrezikojmë, lëndojmë raportet tona me aleatin tonë kryesor, pra po them prap për cilin do projekt, sepse Kosova është në tranzicion. Ne jemi dëshmitar unë nuk preferoj shumë të flas për politikën, sado që sigurisht se cili kemi mendim politik, sepse këtu jetojmë dhe veprojmë. Për çështjet e ambientit rrezohet qeveri. Megjithatë po them prap, qoftë politikisht, qoftë strategjikisht, qoftë në cilin do aspekt, edhe ekonomik, ne duhet të jemi bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që ka modalitete që diskutohen. Mirë, po ajo e përgjithshmja nuk guxon ta vënë në dyshim asnjëherë tendencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta ndihmuar Kosovën. Ne asnjëherë nuk duhet të mendojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ofrojnë Kosovës një projekt i cili nuk është në interes qoftë të shtetit, qoftë të qytetarëve të saj. Dhe kjo është dëshmu gjithmonë për cilin do shtet, pavarësisht se kush ndodhet në qeverisje atje, ata e kanë dëshmu interesin shumë të madh që t'i ndihmojnë vendet të cilat janë mike me tu. Energjia elektrike sot është boshti thelbi i interesave geopolitike, geoekonomike, geostrategjike globale. Sot mbase do të jetë betejë e ardhshme midis Shtetit të Bashkuara, Kinës dhe Rusisë në anën tjetër mbi prodhimin e energjisë. Kush do ta dominojnë dekadat e ardhshme tregun e energjisë dhe ai do të fitojë betejën. Në secilin betejë. Pra ai që amerikanët në Ballkan dhe nëpërmjet Ballkanit Evropës lindore kanë vendosur një arkitekturë të investimeve dikur ushtarakës, sot krahas asaj edhe ekonomike, duke bë partneritet bilateral me shtetet. Absolutisht. Dhe në këtë fazë Kosova vetëm ideja që të ketë hezitim ose të jap zgjidhje tjera. Është rrezikshme. Vetëm ajo ide. Lërë më që ti me veprime dhe vendime të institucioneve të kundërshtashës vërtet e pa shpjegueshme
do të thoja absolutisht është e papranueshme, megjithatë akoma vazhdojmë të besu që një gjë e tillë nuk do të ndodhë, pra institucionet tona do të reflektojnë, sepse në fund të ditës edhe ata njerëz të cilët janë qofshin institucione, qofshin parti politike, këtu jetojnë dhe mendoj që planifikojnë jetojnë edhe me tutje këtu. Qeverit shkojnë, vinë, rrethonat politike ndrojnë, vinë parti të reja, të vjetra, kështu që gjithmonë ne duhet ta kemi interes primar, interesin e Kosovës dhe po them prap Kosova ka interes tek bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po krahas kësaj veç kisha dashur më shtu që institucionet tona me të drejtë duhet të jenë të interesuara që tjetë shëndeti i qytetarëve pra primar edhe ekonomik, po që ne të arrim të një pavarësi energjetike, mendoj që rruga është sigurisht nuk është e lehtë, mirë po me një vullnet politik mund të orientohemi ka energjia e ripërtritshme, pra energjia e gjelbër, e pastër, duke bërë investime shumë të mëdha, pra qoftë në energjinë solare, qoftë në alternativa tjera, baterive tjera që i shohim që ndodhin nëpër shumë vende, dhe duke qenë që Kosova është vend i vogël, kjo do të ishte e mundur. Po si mund të bëhet kjo nëse ne nuk kemi bashkëpunim me partner të rëndësishëm strategjik edhe ekonomik që të vinë këtu investitorë prej vendeve të ndryshme e normalisht që edhe në këtë fushë ka shumë investitorë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne mund t'i ftonim këtu dhe të bënin investime në këtë fushë. Pra, edhe si qytetar, po në këtë rast si ambientalist, sigurisht që secilin projekt i cili nuk është me energji të pastër, i kem rezervat tona. Mirë po, ne nuk mund të themi t'i mbyllim termocentralet, sepse energjia është një burim i cili është pothuajse më e rëndësishme për zhvillimin e çfarë do veprimtarie në vendin tonë, dhe nëse kjo mandej nuk shoqërohet me projekte alternative, të cilat e kanë sigurisht edhe një kornizë kohore tjera, atëherë nuk e kemi luksin që ne, duke i ditur situatën çfarë jemi, duke i ditur gjendjen e termocentraleve të cilat janë, po e them prap dhe kërkoj falje që ndoshta po e përsërit shpesh, ne duhet absolutisht në këtë rast t'i kthejmë syt nga miqtë tonë, nga partnerët tonë të cilët kanë dhënë shumë për shtetëndërtimin e Kosovës dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse me vendimet gabuara mundemi që të bëjmë vërtet dëme që mund të jenë pariparueshme. E thatë dhe ju, kanë thënë edhe raporte zyrtare. Ato raporte që flasim për import të çmendur të energjisë, kryesisht nga Serbia, nga linja 400 kV që vjen nëpërmjet malit të Zi. Aty janë me dy duart tregtarët. Dhe po fërkojnë duart nga mungesa e pavarësisë energjetike të Kosovës. Gjithë këto vite, Hasanaj, Kosova nuk lëvizi thuajse asgjë në njërin anë për ndërtuar termocentralin kosovare. I tha jo, projekti baterive së paku drejt tash nuk shihet në horizont që Kosovës së nesërme t'i jap premtim për ta paksu importin, për ta ruajtur ambientin dhe burime tjera të ripërtritshme të energjisë nuk duken që janë në vëmendje serioze të vendimarrjes politike të kësaj qeverie. Tani, nëse Kosova nuk ka pavarësi energjetike, nëse shteti nuk lëviz përkatësisht kjo strukturë politike, ende që po qeveris, nuk e ka në vizion saj, një vendimarrje të vendosur se si ta bëjt pavarur Kosovën në pikpamje energjetike, që është interes dhe kombëtar. Si është e mundur të refuzohet një alternativ, një opsion amerikan i gazit të lëngshëm, po them përsa kohë që vetë nuk e bërë asnjë gjë për të lëviz në draft në strategjinë kombëtare të State Departamentit, thuhet qartë, amerikanët nuk ndalojnë burimet tjera alternative të prodhimit të energjisë për asnjë vend përfshirë dhe Kosovën që ajo t'i diversifikoj ato burime. As nuk i diversifikon, nuk i jep rezultat, bllokon termocentralet, bllokon projektin tjetër që e ka duart rukit dhe ka përqafu gjithë rajoni, ka lëvizim. Fatkeqësisht ndikimi i mafisë energjetike është shumë i madh dhe
përbindjen time nuk po arrin të shpëtoj askush. Isha pak I gjatë në hyrje. Jo, s'ka gjë. Dhe mendoj që e kanë shtrirë ndikimin edhe në vendin tonë. Dhe si duket janë ashtu fuqishëm sa po arrin të ndikojnë që institucionet vendimmarëse tanë të mos I hapin syt në kuptimin e interesit të vetë njerëzve këtu. Interesi I njerëzve normalisht që është të kemi një Kosovë e cila është e sigurt dhe absolutisht që siguria energjetike është edhe siguri kombëtare, sepse kur ti po thatë edhe ju ke varësi, atëherë janë shumë gjëra tjera të cilat lidhen me këtë varësi, çdo gjë tjetër dhe çdo gjë tjetër. Andaj po them prap, po dua të besoj që do të ketë reflektim prej anës së institucioneve dhe do të vazhdojmë tutje. Sigurisht që ka nevojë të jetë një transparencë shumë e madhe për jo vetëm atë, po secilin projekt I cili realizohet në vendin tonë, por po e them prap, interesi me partnerët tonë strategjik duhet të jetë gjithmonë primari. I mirëmbajtur shumë. Do të flasim për temën kryekpo që është rezultati I avokimit tonë, I branshit ku je luan. A është sot Kosova me pak e ndotur apo me shumë e ndotur nga tymtarët e termocentralit të Kosovës? Njëri prej faktorëve që nëse I shohim raportet e Agjencisë Mbrojtjes Mjedisit, shihet një farë ndoshta progresi. Është një ndotje pak më e vogël vitin që shkoi, nëse e krahasoj me vitet më përpara, mirë po është shumë larg asaj që duhet të jetë. Pra, do thash edhe më herët që niveli I ndotjes për këtyre termocentraleve është jashtëzakonisht I madh dhe investimet, sidomos në elektrofiltrat e tyre, nuk shihen askund. Pra, nevojiten shumë mjete, pra ka një kosto të jashtëzakonshme, e cila kërkohet për uljen e emitimit gazrave prej anës së termocentraleve. Po mbysin thunë njerëzit florën dhe faunën, çdo gjë shëndeti publik demarkohet. Kjo nuk është vetëm çështje mjedisore, pra është çështje e shëndetit publik, pra ndikon direkt në shëndetin e secilit qytetar dhe nëse I shohim edhe raporte tjera, sidomos të sëmundjeve respiratore në vendin tonë, mos flasim andej për prekurit me kancer viteve të fundit, pra ne shohim gjithmonë një rritje enorme të prekurve nga kjo sëmundje dhe njëri prej shkaktarëve, për të mos thënë kryesori, është cilësia e ajrit, sigurisht edhe ushqimit edhe gjërave tjera, sepse ne kemi, kisha më thonë, në mbrojtjen e shëndetit publik, pothuajse nuk duken veprimet e shtetit. Pra, nuk po flas vetëm për ajrin, kemi problem shumë serioz cilësinë e ushqimit, pra siguria ushqimore është pothuajse zero. Nuk e din çfarë blen nëpër. Ajo është interes kombëtar të pashtu I sigurisht. Të tregjet tona, pra dhe gjitha këto bashk, atëherë ndikojnë që ne ta kemi një shoqëri të pashëndetshme. Dhe po them prapë është jashtëzakonisht e shqetësuese. Të shkundin, të trembin, të friksojnë kur ti shikojsh ato raporte, se ku jetojnë. Shumë janë shqetësuese, pra mjafton vetëm I po raportet e të prekurve me kancer vit pas viti dhe t'ia shën gjithmonë që është trendi në rritje. Pra kemi 2-3 fishim të prekurve viteve të fundit. Dhe kjo sigurisht që është absolutisht prej cilësisë së ajrit ushqimit të cilët ne kemi në vendin tonë. Mos flasim andej për ujrat, pra që janë pothuajse shumica atyre të kontaminuara, që ushin lumejt, 95% e kanaleve të ujrave të zeza deri në lumejt tonë. Pra, po them prap, në çdo aspekt të mbrojtjes së shëndetit publik, veprimet janë shumë të ngadalshme, për të mos thënë nuk shihen fare. Ne shohim zonjën Fitore Pacolli, ministre në detyrë e ambientit, duke u paraqit vetë nga vendi ngjarjes teksa bageret e kompanive pastrojnë mjedisin. Si e cilësoni atë dhe qeverin Kurtin ndër vite, me qenë se është që prej 6 vitesh në pushtet tani në detyrë, do duhet t'ja bëjmë një bilans sipas observimit që ke luan. Prej perspektivës së një aktivisti mjedisor, sigurisht që secilin veprim të kujtdo, I cili shkon në favor të
pastrimit të hapësirave publike disi e vlerësoj. S'ka rëndësia është ministra, kryetar komuna, kur e shoh që të paktën po e merr një hap për të larguar një letër prej një hapësire publike e vlerësoj. Po në anën tjetër, duke njohur rolin që e kanë në këtë rast Ministria e Mjedisit dhe vetë ministrja, dhe duke ditur se sa shumë ka nevojë për shumë aktivitete të cilat kishin me rregullu mënyrën se si funksionon rujtja e mjedisit dhe menaxhimi në përgjithësi, mendoj që ministrja ka shumë punë të tjera të cilat i ka më të rëndësishme. Mos me hub kohën me nejt me bagera aty, po ka punë tjera. Duke ditë nevojën dhe punën e madhe që e ka, unë mendoj që është humbje kohe, sepse largimi i deponive ilegale në Kosovë bëhet tash e 25 vjet dhe largimi i tillë bëhet prej komunave të cilat përmes thirrjeve publike i largojnë deponit në territoret e tyre çdo vit. Angazhohen grupet ndryshme, angazhohemi ne si organizat, pra është një aktivitet i tillë është prezent rregullisht. Shumë më rrugës kishte qenë që ministrja paraprakisht të filloj dhe të realizoj disa punë të cilat janë shumë më të rëndësishme që deponitë të tilla të mbeturinave mos të rikrijohen. Sepse unë siguroj edhe ministrën edhe këndo tjetër që pas një kohë shumë të shkurtër të pastrimit, ajo gjendje do rikthehet në shumicën e rasteve. Çka është imediate? Çka ishte imediate për Kosovën? Sot e nesër që për Kosovën, e që kanë bo, se kanë bo edhe këtë qeveri. Nëse flasim për 6 vite me radhë, buxheti i ndarë nga qeveria e Kosovës për projekte mjedisore është pothuajse i padukshëm. Thotë unë nuk e di ndonjë projekt kapital mjedisor. Mjedisi nuk ishte prioritet. Jo, asnjëherë, as nuk është as sot. Do thotë nuk mund të themi që kemi prioritet mjedisin duke dalë me pasru deponi ilegale me turinash, sepse ajo është punë e dikujt tjetër. Ministria duhet me na tregu ne se sa ka buxhetin e ndom prej taksave tona për projekte mjedisore. Sa implantet e ujrave të zeza do të bëhen në Kosovë. Do të ne i derdhim gjitha kanalet e ujrave të zeza në Lumej, prej atyre lumejve ujitet toka me cilës ne ushqehemi. Ministrja duhet me na tregu dhe secili akter tjetër i cili është i lidhur me këtë fushë se sa inspektor mjedisor do rriten. Duhet me na tregu se ato gjoba mjedisore të cilat ju shqiptohen ndotësve si do inkasohen. Duhet me na tregu se çfarë do ndodh me ndërmarrjet e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë të cilat çdo ditë janë protestë. Çdo ditë protestojnë për paga më të mira, për infrastrukturë më të mirë të punës, pra as uniforma pune nuk kanë. Dhe nëse ti i ndan në këtë rast 1 milion euro janë ndarë për largimin, nuk e dim sa deponive, përveç që kemi pa një konferencë për media të ministrës me kryeministrin, që do të jetë një pako për largimin e deponive, të cilën fillimisht më vërtet ato rikrijohen, po i largon dhe rikrijohen dhe shembulli më i mirë është Badufci. Me 22 mars me 150 vullnetar, me FSK-n, me peshkatar, me Zerfix, kemi shku dhe kemi bërë largimin e dikon mbi 200 thasme mbeturina mbi sipërfaqen e ujit tek diga e liçenit. Në mars. Në mars. Sot ke qenë, këto ditë keni. Këto ditë jep, sot jemi 22. Po. Do të jemi me 22 qershor, që janë 4 muaj, dhe mbesoni që kom ja u dërgu edhe pamjet, i kom publiku dhe në Facebookun tim, po i kemi publiku dhe në faqen e organizatës, është gjendja më keq se sa para 4 muajsh. Dhe pse ka ndodhur kjo? Sepse nuk ka mekanizma të cilat përdoren, jo, në fakt ka, po nuk zbatohen. Ligji është, apo? Po, për rujtjen e këtyre hapësirave. Cilat janë hapat, përveç disa dronëve, të cilët po e dëgjoj ministrin, duke thënë që me dron do i shohim ata që po ndotin. Cilat hapa po i merr institucioni për
të kujdesur që ndotja nuk do të ndodhë përsëri. Nëse për Batosin aty ku furnizohemi me ujë të pirë. Dhe besoni që nuk është më mirë as edhe një resurs ujor në vendin tonë. Të trazën kur e pa gjanë është të mërshme me pa atë situatë, duke ditë që çfarë kemi largu në herën e kaluar, edhe infuzione dhe prombetje medicinale kemi gjetë aty. Po nuk ka pas asgjë që s'ka pas aty prej gjërave që ne i hudhim, dhe ato mbeturina përveç që janë hudhur prej qytetarëve, vinë rregullisht vinë aty prej prockave të cilat derdhen në liçen. Nga ajo që po më thënë shteti gati është i dorëzuar. Shteti është absolutisht i dorëzuar përballë një sfide kritike ambientale. Secili sektor pothuajse ka dështu që ta kemi një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Red me u pasgjidh problemi i ndotjes Kosovës me aksionet pastrimit, besëm që sot nuk kishin folur për problem. Po i bëjmë 13 vite që intensivisht jemi marrë. Vetëm vitin 2018 për 3 muaj kemi largu afër 1000 deponi ilegale për Kosovë. Ndër vite kalon 2000 numri që i kemi pastru me qindra mijëra vullnetar. Nuk kemi dalë ne më shku me një ekskavator te lokacionet, po ne kemi shku me autobusa të vullnetarëve, kemi shku i kemi përfshirë gjitha lagjet. Nuk munden aksionet me zaventsu punën e shtetit. Puna e shtetit është krejt diçka tjetër. Me kriju klim, kushte të cilat e parandalojnë ndotjes. Nuk është e lehtë, sigurisht. Nuk po them që ministria ose qeveria ka mund ta bëjë këtë për 6 vite, po të paktën ka mund me fillu. Dhe cili është plani? Cili është plani? Ka vite që kërkojnë policinë e gjelbër. Dhe ka modele për vendeve tjera që ka funksionu. Kështu që veprimet të cilat dalin përtej atij populizmi që zakonisht ne jemi mësuar me pa prej politikanëve, dhe e prekun në esencë problemin, dhe merren me shkakun e tij, sepse kjo është shumë e rëndësishme, se ne jemi të prirur më shumë të merrem vetëm me problemin, shkojmë me ekskavatore, largojmë një deponi ilegale, mirëpo ne nuk merremi me shkakun, nuk shkojmë me tutje, të marrim mosa, mandej cilat janë ato mosat të cilat duhet të merren që ne ta kemi Kosovën e pastër. Çfarë po bën qeveria për ekonominë qarkore? Cilën stimulim e bën qeveria për bizneset të cilat potencialisht kishin me investuar në fushën e riciklimit? Ka vite që e kanë filluar projektin e kthimit depozitave. Quhet kështu, është një projekt i cili shishet plastike, kanoçet, sikur që e shohim në vendet e Bashkimit Evropian, e dërgon të zbrazët dhe të kthehet në tepsivo. Është projekt që pa të filluar me pompozitet, dhe deri me tani nuk shihet në horizont askund, nuk e di çfarë ka ndodhur. Do të ka mungesë. Nuk e di me rezultatin. Nuk e jo, do të ne rezultati ka qenë të vendosen ato makineritë, kur njerëzit shkojnë dhe i kthejnë mbeturinat e tyre dhe e marrin një tips i cili është simbolik, megjithatë kish me qenë inkurajim për njerëzit që mos i hullin shishet. Çu mos me mujt deri tash me fitu betjen me brollogun. Po them prap, përderisa ne shohim një mënyrë klasike të angazhimit dhe nuk i marrim për bazë as sugjerimet, as shembuj të cilët janë për vende tjera, dhe në anën tjetër kjo ka kosto. Nuk mjafton me deklarata politike, nuk bëhet në Facebook. Kjo kërkon veprim konkret, i cili shihet prej qytetarit. Aktualisht me mbetej me brollogun figurativisht po them mbetej, kompanitë e pastrimit apo janë organizata vullnetare që këta janë aktorët për momentin që ti je shef në për teren dhe secili përballet me probleme të tyre. Për shembull, ne si organizat vazhdojmë të kemi probleme të mëdha që të sigurojmë fonde për të bërë aksione pastrimi. Do të thotë sa herë që shkojmë te donatorët ndërkombëtarë, që kërkojmë mjete për të bërë aksione, gjithmonë marrim përgjigje negative, sepse kjo është punë e cila është institucionit, pra pastrimi nuk ju takon ju. Jo mund të merreni me vetësim që ka logjik, në anën tjetër mos thosim që institucionet janë në raste të rralla që të thret ose të ofrojnë mbështetje, kështu që kalojmë andaj tek funksionon me letërnjoftim partie kjo apo? Shumë edhe me letërnjoftim partie, fatkeqësisht ne ID card të partisë. Po duhesh me qenë militant që me mbërri me kriju mandej përkraje mbështetje, që prapë edhe kjo është gabim. Ne mund të kemi qëndrime e bindje ndryshme politike, po fund ditës, nëse ne shkojmë badas në Maqedoni më pastër.
në Malzi, çka ndodh me ne? Ku është problemi këtu? Rajoni është në përgjithësi njëjtë, po pajtohem që Malzi është më mirë, Maqedonia është më mirë nëse flasim për zonat mbrojtëne. Zonat mbrojtje. Absolutisht është më mirë. Nuk mendoj që shihet që është po, do të thotë zonat, çfarë di, parqet nacionale, ne adinsi është Brezovica. Ti me shku me pa Brezovicën në hyrje, të me rohesh prej grumbullit madh me turinave aty. Dhe është përgjegjësi e parkut nacional. Në shtëpinë në Bortyde i gjujnë ato me turina. Të njëjtit njerëz. Dhe çka problemi? Dhe nuk vendosen simptomet çka ato kjo? Po tani kështu, unë mendoj që pak është shkput lidhja e njerëzve me shtetin, me atë që quhet shtet, pra, sidomos me pronën publike, pra njerëzit e kanë humb dashnin për këtë vend, do të nuk e konsiderojnë si një vend që kanë perspektivë në ta, ne jemi dëshmitar për këtë sa ikje i kemi viteve të fundit, sidomos trive, sa njerëz e shohin Kosovën çdo ditë. Kjo është një indikator që tregon pak që njerëzit nuk besojnë pjesë e madhe e tyre që në këtë vend ka perspektivë, që mundesh me jetu, mundesh, dhe në fakt goxha e vërtetë është, sepse cili njeri sot mundet me ble një shtëpi ose banesë me punën që e bën një qift, me paga që i marrin a ju dalin me jetu. Mos flasim me çmimet e shportës bazë të konsumit janë. Kështu që mendoj që gjitha këto bashkë e krijojnë këtë farmllëfin i cili dikur mundet më shpërthy dhe dëshmitari jem e shohim Tiranën çfarë po ndodh. Do të thotë mjafton një shkëndi e shtresuar, po. Mund të akumulohet dhe mjafton një shkëndi e cila do të qoftë ajo dhe mandej është bëhet e pakontrollueshme. Kështu që mendoj që shteti i pari ka dështuar me u tregu njerëzve që vërtet kujdeset për ta. Sakt. Kujdeset për ta. Dhe kujdesi për ta nuk kupton as duke ju dhënë para, nuk në kupton as duke ju recituar poezi, po në kupton punë konkrete ku secili e prek. Dhe e marr nga mëngjesi darkë. Fiks. Dhe kur ti je shef që shteti në pronën e vet bën vetëm ndërtime, i shohim sot ndërtimet e reja që bëhen në tërë Kosovën, sa kanë hapësirë gjelbër, sa ka hapësirë aty për njerëzit që më shfrytëzuan ato zonë. Ndikimi i faktorit mjedisor merret parasysh nga mundë. Shumë pak. Ambienti këtu është ligjëri me teori. Po, ti e ke pas një mjedis utopik për përshkruan gati. Për 5 vite e ke pas Ministrinë e Infrastrukturës të fuzionuar me Ministrinë e Mjedisit. Po. Do të thotë dy gjëra që janë në kontradikt njëra me tjetrën, që duhet me kontrollu. Ndikimi i faktorëve në midis në ligj analizohet, shikohet në letra po. Tek këto ndërtime. Letra po. E këtyre modeleve stihike publike që përfaqësojnë sipas arkitekëve një degradim fare pak. Të llojit të vet më të mirë ata zëm Prishtinë si betonizim. Janë lagjet e ndërtuara në komunizëm, sepse shkenca është shkencë, planifikimi hapësinor është shkencë, sesa që kemi operuar nga mas lufte e këtej, duke mbytur hapësirat publike, qëndrimin e çdo gjë tjetër. Dhe e gjitha kjo mandej e krijon këtë mllëfin që njerëzit, madje kam edhe shembuj, të cilët kam biseduar me plot njerëz që thotë ku i më rujt këtë vend. Pse duhet më rujt? Jo, unë hudhem me turinën këtu sepse kjo është arsye. Këtu kam marrë bënë ndërtim. Kjo ka më bëksu, pra është një përshtypje që prona publike ju takon vetëm njerëzve që punojnë në shtet. I gjithkujt as kujt. Po më shumë është i atyre, sepse zakonisht janë ata njerëz të cilët përfitojnë prej saj, në kuptimin që ose bëjnë biznese, ose ku diun plot gjëra tjera, por asnjëherë nuk shihet ngesa besimi thuaj njerëzve që është duhet të punohet shumë në këtë aspekt. Shumë duhet punohet, sidomos me gjeneratën e re. Kemi dashni për shtetin e vet. Duhet me kthy, njerëzit duhet të fillojnë me dashur këtë vend. Këtë vend njerëzit kanë filluar me dashur kur shteti ka më u tregu me veprime dhe veprimet janë me të kriju kushte pune, mundësi jete, tyra të cilat janë të mjaftueshme për një jetë normale, të cilat fatkeqësisht ne aktualisht nuk i kemi. Në shumica familjeve ka probleme serioze. Sheh numrin e kredive të konsumit bazë sot ka situatë gripoze nxjerr nga Terezia, e një muaj çdo familje. Shënsi në gjendje. Përveç kujdesit primar i cili dedikon është infuzione nga India të mykur, me myk brenda. Asnjë kontroll. Edhe thu që mund të shpërthej, mund të bëjë sebeb një ngjarje tjetër për shkak të shqetësimeve që kanë njerëz të shtetëzuar. Absolutisht. Kush janë faktorët kryesorë të ndotjes mjedisit në Kosovë sot në vitin
2026. Po, është ajo që e thash, e para është papërgjegjësia institucionale dhe mungesa e llogaridhënies për detyrat cilat ata janë aty t'i kryen. Askush s'e kontrollon askënd. Në qeveri, në qeveri, po edhe në nivelin lokal është pothuajse askush nuk e kontrollon askënd sa i përket ndikimit të faktorëve mjedisorë. Asnjëherë. Dhe për këtë fakt ne kemi këtë situatë, sepse logjikisht nëse ne kemi badovcin kaq të ndotur, dikush menaxhon me badovcin. Dhe dikush e kontrollon edhe atë i cili menaxhon me badovcin. Dhe këtu është një zinxhir i cili duhet të funksionojë. Dhe nëse potencialisht pas ka njerëz të papërgjegjshëm në institucioni tjetër duhet me vepru. Me reagu. Dhe çfarë ndodh këtu? Askush nuk vepron dhe vetëm i shet duke fajsuar njëri tjetrin. Do të mendoj që kjo është njëri prej faktorëve sepse njerëzit shtetëror përballë degradimit mjedisor. Absolutisht. Dhe mandej duke qenë kështu, pas të ligjet në fuqi Hasanaj, gjobat mandatore, gjitha ato që mbase në lirit individuale nuk lihet askund botë zbatimi i ligjit, apo jo? Po ka vite që ne ju kemi kërku, që sidomos në çdo zona që janë pak më të ndihshme, hotspotet që po themi, qoftë Badovci, qoftë disa zona parqe nacionale, nëse asgjë s'kan mundur të bëjnë tjetër, kanë mundur të vendosin disa kamera, të cilat e monitorojnë atë hapësirë. Dhe nëse ne shohim njerëz me kamion, të cilët ndodhin në hapësirën publike, një kamerë kish evidentu. Dhe ka qenë shumë e lehtë mandej ata ndotës të gjobiten. Dhe mendoj që kjo kishme qenë njëri prej veprimeve i cili kishme ndihmu shumë në vetëdijsimin e atyre të cilët janë ndotës. Ne shohim komunitet taksive në Prishtinë, të cilët po dhe në vende të tjera, të cilët operojnë pas licencë, kushdo që demolon diçka qoftë në familje, qoftë në shtëpi, qoftë në biznes, ata vinë kërshin një pagese që është simbolike, ti marrin ato mbetje dhe ku përfundojnë ato. Ata nuk i çojnë deponi, ato përfundojnë në hapësirën publike dhe këto zona po. Këto zona, për shembull, sa herë është pastru Truda. Do të njëherë kemi pastru ne, një dy herë ka pastru komuna, tash e pash para 2 ditë edhe ministri është dalë atje me pastru. Po çfarë po bën? Cili është veprimi mandej i cili e pason këtë. Si kimë ndal ti që dikush tjetër se madje këto aksione, të cilat nuk përcjellen me veprime, krijojnë kundër efekt. Fatkeqësia është që edhe mediat, edhe ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi, sepse ndoshta na ka duhet se cilët bëjmë në ndikimin e kësaj zallamahis politike. Duhet se cilët më shumë, edhe organizata duhet të jenë më aktive, më të zëshme. Duhet të jemi edhe ne edhe më kritik. Mirë po, çfarë po them? Nëse ti ke arrit me largu sa lidhi numri i saj deponive dhe nuk e morr veprim pasus. Kjo çfarë po thotë? Ndotësve për ju thot hudhni ju prap, se mas një kohë vjen dikush e pastron. Po thot nëse te dhe kështu ndodh fatkeqësisht, thot largohen, pas një kohë, një muaj, 2 muaj, një vit, vjen dikush i largon. Ka kush i jek ato, po. Po të siguroj, i përmendë mediat, cilën ditë të duash, në këto lokacione dërgoje një ekip dhe kemi pa rregullisht kamiona, kamioneta të cilat shkojnë hudhin mbeturin aty. Nuk druhen fare, askuj nuk i friksohen. Në sy të njerëzve. Askuj si friksohen. Dhe duke qenë kështu, shteti duke mos vepru, atëherë normalisht që ne e kemi humbur këtë luftë. Se këta njerëz të cilët i krijojnë këto dëme, këto krime mjedisore, këta janë komod, nuk gjobiten, edhe nëse gjobiten fare pak, ndoshta nuk më takon me thonë, po si arkëtohen gjobat. Nuk arkëtohen. Shumica atyre njerëzve nuk kanë as llogari bankare edhe nëse i dërgonin për mbarim. Pra, ka jashtëzakonisht shumë punë në këtë drejtim dhe nevojitet vullnet politik. Ka shumë punë, shumë pak punë thu po bëhet. Po bëhet. Duhet këtë vullnet politik, duhet të ftohen sidomos për anës së institucioneve, njerëzit të cilët në atë parë duan mjedisin dhe angazhohen. Ne e pam para do kohë u kriju një farë gardë e mjedisit, ku mbledhen bashkë disa aktivistë dhe po shpresoj disa prej tyre i njoh personalisht dhe mendoj që ndoshta mundet pak të ndikoj. Mos u dorëzo. Jo, absolutisht ne vetëm sa kemi me rrit angazhimin, nuk ne maratonista kështu, edhe se kemi në plan mu dorëzu. Por i evidenton ato probleme të mëdha të shqetësimit. Duhet të diskutojmë dhe faleminderit që më ke ftuar se vërtet kemi nevojë të flasim, ka nevojë njerëzit të dëgjojnë. Unë e di që ka njerëz gjithmonë që janë të pozicionuar në atë formë politike sa çfarë do që dikush thot, mendon që e ka
prej natë politike, Të jep e që adresë, në fakt kjo nuk ka të bëj fare me aktivitetin tonë, ne kemi qenë kritik gjithmonë. Normalisht që në raste të caktuara kemi bashkëpunuar me institucione dhe sot presim me bashkëpunu, sepse mendojmë institucionet kanë rol Ke të takuar rëndësishëm. ndonjë ministër të kësaj qeveri? Jo, nuk e kem takuar Për asnjëherë. 6 vite? Libor Naliun e patëm taku një herë, patëm fillu të diskutojmë disa, po ai e la mandej. Kryeministrin e kem takuar një herë prej që është zgjedh kryeministër. Po s'është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që ata t'i marrin për bazë kërkesat tona sepse janë publike. S'ka nevojë edhe me na taku. Hiç në rregull është. Ose vetëm le ta bëjnë ata punën e vet. Le na pamundsojnë neve me punu. Unë shumë herë them, vetëm mundeni jo me arrit me bë çat shumë sa na organizatat, grupet mos me pas punë. Bëheni. Si është gjendja e deponive, një investim i madh dhe i Bashkimit Evropian në Prishtinë, është në Gjilan, ku tjetër në Po janë 7. Në 7 deponi. Mbeja është mbyll në fakt. Cila është gjendja e këtyre deponive? Sa është në rregull? Hasanaj. Po, menaxhimi i mbeturinave në Kosovë vazhdon të bëhet në mënyrë klasike. Por ashtu siç është bërë edhe para 50 viteve dhe para 30 viteve, pra nuk është as edhe një ndryshim. Ne gjitha mbetjet i vendosim me një thes dhe ato përfundojnë kamion, kompania i dërgon në ato që na i quajmë deponi legale. I kemi 7 në secili rajon i Kosovës e ka të sajën. Edhe tani po bëhen shumë më shumë vite që aty deponohet, mbeturinat tona groposen dhe secila prej deponive është një bombë ekologjike në vete. Pse? Pra aty me vetë faktin që groposet të gjitha mbeturinat, aty zhvillohen procese kimike. Pa u selektu. Pra dhe aty çfarë ndodh? Aty zhvillohen procese kimike dhe ndodhin dy gjëra që janë në fakt 3, po 2 që janë shumë të dëmshme. E para bëhet kontaminimi i ujrave nëntoksor, sepse aty lëshohen në burime bujore komplet. Dhe gjitha ujrat nëntoksore, të cilat kalojnë afër deponisë. A ja bërë analiza, Luan? Ka analiza, po. Që thonë se? Po është pikërisht kjo. Po s'ka nevojë të bën analiza, se mjafton me shku afër e shef vet. Për shembull, nëse shkojmë në Mirash, kemi atë liçenin e kaltër të famshëm, i cili ke bërë atraksion disa kohë shkojshin njerëzit me bë fotografi aty. Dhe ai është komplet toksin. Që është frikshme kjo gjendje. Fiks, në anën tjetër aty lirohen gazra që janë jashtëzakonisht rrezikshëm për shëndetin. Kështu që ato deponi do duhet të ishin mbyllur shumë kohë më përpara. Peja mbylli. Po, peja e ka mbyll, po nuk e di se çfarë po ndodh me të dhe nuk e di se cili është veprimi pasues, sepse edhe pas mbylljes duhet trajtohen. Edhe ajo është një kosto e madhe, po paraprakisht ne duhet që këto lokacione të shndrojmë fabrika. Kjo është zgjidhja. Për riciklim. Për riciklim. Në secilin prej këtyre deponive, dhe madje ka vite që e kërkojmë. Aty duhet që të bëhen programet ndarjes. Të fillojnë së pari ne në shtëpit, bizneset tona, ta bëjmë ndarjen, selektimin, dhe mandej ndërmarrje që merren menaxhim. Siç praktike çdo vendi. Absolutisht, është shumë e thjeshtë, jam i bindur që secili kish më bë në shtëpia dhe biznese, madje është goxha një kohë që jemi ka i bëjmë për presion komunës Prishtinës ta fillojmë me gastronominë. Absolutisht mund ta bëj. Për shembull, kretë mbetjet ushqimore ne mund të kompostohen dhe të bëhet pleh, i cili përdoret mandej qoftë për lule, qoftë për riciklimi i mbeturinave në deponi, duke nëpërmjet fabrikës tu. Absolutisht. Prioritet me nëse nuk pas ka kapacitet toksifikimin e rrezikshëm të 100%. Po hajde që po themi që këto fabrika kanë kosto, dhe vërtet kanë. Atë në rregull. Nëse nuk kem kapacitet të bëjmë fabrika, kem kapacitet t'i grumbullojmë. Është ligji për investime strategjike që ka Kosova në fuqi. Po mund të ftojmë investitor jashtë dhe mund ta bëj. Edhe me njerëz tonë të diasporës. A ditë që në Kosovë nuk ke investim për ligj për investime strategjike. Është në fuqi. Nuk është në fuqi që prej vitit, nëse s'gaboj 2022-2023. Po, është draftu ligji dhe nuk është aprovu. Jam i sigurt, nuk kemi ligj për investimin strategjik në Kosovë. Folëm tani edhe në kohën e Isa Mustafës kjo. Po, por mandej është ridraftu, ka shku në ridraftim dhe më nuk është tutje. Po mbetet në fuqi i vjetri për sa kohë që nuk e merr formën i parë. Nuk jam i sigurt, duket që është fuqizuar. Nëse në kohën e kryeministit Mustafa ka qenë. Po hajde që po themi që po kemi diasporën lo. Po pra,
kapitalin që edhe rezervatin e Shqo, ne diasporë ne fatkeqësisht jo veç blej banesa patundshmëri. Po pra, diasporën vetëm për këto dy gjëra i kemi. I kemi me votu edhe i kemi për me ardhë me blej patundshmëri edhe me ardhë me ngjall ekonominë 2 muaj. Fuqi blerëse po. Fuqi blerëse. Dhe kjo është shumë gabim, sepse diaspora është resurs jashtëzakonisht i rëndësishëm. Të rezervat një kapitali. Dhe sikur ne të sillim njerëz të diasporës për të investuar, sikur që japshim edhe rol. Për t'i lënë të lirë. Po pra, dhe ata njerëz me ardhmë me praktikat e tyre këtu kishin jashtëzakonisht një zhvillim shumë më mirë. Po natyrisht. Po çfarë po bën shteti juon për ta? Cilën prioritet e ka qeveria? U lyp votën. Përveç që ju lyp votën. Do të thotë diaspora është një aset shumë i rëndësishëm. Janë pjesa jonë, do të jenë vëllezërit tanë. Po në anën tjetër kanë kriju përvoja, janë shkollu jashtë, kanë marrë praktikat jashtëzakonshme, kemë njerëz jashtëzakonisht fuqishëm edhe në fushën e biznesit, po ta kërkojnë kushte, normalisht në fund ditës ai nuk vjen me investuar. Kërkojnë që dikush nga atë të mos shkoj atje me uniformë pushteti dhe cilët me simptomat e një pushteti të këtu në herit. Pikrisht. Pikrisht. Ta le të lirë. Po pra, ata duhet të joshen për me investu dhe duhet t'ju ofrohen kushte. Po pra. Duhet t'ju ofrohen kushte. Po për mu kthy që mund të bëhet, apo. Fiks, 100%. Po kam qef me shtilu dhe pak. Nëse ne nuk kemi kapacitet për me ndërtu fabrika, ne kemi kapacitet sa të duash që të paktën t'i eksportojmë mbetjet e selektuara. Ka shumë biznese në për Bashkimin Evropian, po edhe për Shqipëri, po tregoj. Nëse ne arrim me u grumbullu plastikën e selektuar, kanoqet, aluminin e selektuar, dhe të presuar, pa e përpunu, ata vinë dhe blejnë. A heqin bërllogin nga këtu? Po, shumë e thjesht jo punë. Mirë, po pajtohemi që nuk kemi kapacitet, duhen 100 miliona euro për ato kompani, dakord. Vijëm me fazën e parë. Ecim me fazën e parë, ti krijojmë programet e ndarjes, është interes edhe biznesi, sepse kompania fiton, sepse nëse shkon zinxhirore është kjo. Po pra, janë mijëra ton të cilat kishin mujt me u eksportu jashtë, as nuk përfundojnë në mjedis, po në anën tjetër dhe gjenerojnë tyra. Mirë, po them prap, mungon vullneti politik. Sot mbeturina ka Kosova në vetë, ka raporte? Duhet është dikon, ne në ditë i prodhojmë gjys kilogrami, deri 1 kilogram, secili banor. Secili banor. Po, tash bëje me 350. Kalkuloje këto kthej në shifra numër. Miliona tonë. Shumë kemi. Çdo të bëje po të ishe Hasani ministër i ambientit. Po, kisha tre gjërat e para që do t'i bëje. Absolutisht. 3, ose mbase më shumë, por 3. Nuk kisha najt ministër asnjë ditë nëse nuk e kisha pesfishu buxhetin e mjedisit dhe nuk kisha bërë investime së bashku me sektorin privat në fushën e ekonomisë qarkore. E dyta, sigurisht që kisha me forcu zbatimin e ligjit. As këtë rast nuk kisha qëndruar asnjë ditë nëse një kompani vazhdon me hudh mbeturina me kamion, nuk kisha shku mja pastru, po kisha detyru atë me pastru vetë. Kjo duhet bëhet. Shteti këtë punë ka. I përdor mekanizmat për t'i zbatu strategjitë dhe ligjet. Dhe gjëra e tretë e kisha bërë një ekip profesionistës, kisha thirrë njerëz që e njohin këtë fushë afër. Do që kanë pasion, që kanë ekipin e këshilltarëve të mi nuk kishin me qenë asnjëherë njerëz që janë militant partijak, por kishin me qenë njerëz që janë profesionistë fushës dhe e duan mjedisin. Këto janë 3 gjërat e para që kisha. Kosova ende se ka marrë lajmin që është në rrugë definitivisht formale dhe ligjore për t'u andarësuar në Bashkimin Evropian. Vitin 2022 qeveria Kurti e rregullt atëherë dorëzoi statusin aplikimin për statusin e vendit kandidat, ende nuk kemi lajm, zoti Hasane. Këto po përmendim me qëllim që sa më shumë, sa më shpejt qelet ky proces negociatave bëhen, ambienti dhe standardet. Jam parakusht shumë i domosdoshëm, i rëndësishëm. Është njëri prej më të rëndësishmeve. Presionit direkt mbi çdo qeveri nëse aderon për të pasur reforma, progres në rrugën e integrimit evropiane. Kjo është njëra prej, po them prap, është jeta jonë, sepse gjithçka lidhet me mjedisin. Do të thotë, nuk ka aktivitet njerëzor i cili në fund nuk bashkohet me mjedisin. Pra çdo gjë ka ndikim në mjedis. Edhe ne vetë pe që çohemi prej gjumi, kur i pastrojmë duar dhëmbët, ne ndotim. Do të thotë, secili
i bën dëm mjedisit. Dhe secili e ka obligim me ja kthy, më mundu me rikuperu dëmin që e bën. Kështu që imagjino i tërë çfarë vendi të bukur e kemi. Çfarë resurseve natyrore ka Kosova dhe tjetë një papërgjegjësi kaq e madhe, është vërtet e pabesueshme. E pabesueshme është edhe. Kemi mund me folë ndoshta vitet 2000 kur Kosova ka pas rindërtimin, ka pas prioritete tjera. Veni sapo dal nga lufta. Po pra, mirë po tani më, kjo është një temë që është vetë shëndeti qytetarëve. Po që po të gërrin kur ishe. Tepër. Kur ishe dikon duke hedhur veturina nga vetura, nga çdo. Ke pasur në rast. Shumë herë. Unë kam udhëtuar për plasje kështu po them. Shumë herë. Sa herë që dikush e hudh një kanoqe, absolutisht gjën e parë tani na ka ndihmu pak policia me aplikacion dhe e njoftoj më një herë policinë. Mirë po, shumë herë ka ndodhur që edhe kemi bërë fjalë. Po, vite duke qenë kështu person pak mediatik, njerëz më njohin e kanë pak kujdes, do thotë dinë më kërku falje. Se po, zakonisht këndë që e shoh, qoftë edhe tu e hudh një letër, shkoj thamë një herë që të haro, merre me vetë. Hasane, të falenderoj për kohën që i ndave gjithë këto minuta me mu në televizionin Albria, duke dhënë reflektimet që ke shqetësimet serioze mbi mjedisin e djeshëm të sotëm e se si do duhet ishte nesër e pas nesër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ridvan, unë me shumë qef vi me diskutu me ty, pra jo vetëm tash, po edhe shumë hera tjera dhe të falenderoj për mundësinë. Lutem. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.